Adrues të basketbolit, jemi në foljen e basketbolit pejon palestrën Karagach prej nga direkt në shtëpitë e juaja, kudo që jeni duke na shikuar këto qaste, Kosovë, Shqipëri, trojetona etnike, Evropa apo Amerikë, përmes platformës numër 1 në Shqiptari Art Motion. Ju sjellim kryendeshën e Gjiros 12, edicioni si vjetën fantastik të Pro Credit Superligës, Go Plus Pea, Sigal Prishtina. Me ju sonte jam unë, Agon Fehmiu. Topi në anën tjetër e vjedh të top Shëndrit Llapi. Shkon atje dhe asiston Shëndrit Llapi për Dardan Berishëm. Nuk muj me harua treshën e ti nga këndi. Arjan Azemi me floterin e ti për pikët e para. Flejtën për mrekulli në thelsi. Koshin e çmonton Allan Herdoni edhe njëherë. Flejtën asiston me kërcime, me asistim. Opa, sa bukur atje. Llapi, blokade Kramerit. Flejtën e merr topin dhe e dërgon të vendi. Allan Herdon, baseball pasim për mrekulli. Dhe kësaj here Dardani ja kthen të mirën. Kundërshumi shpejt atje Flejtën për Shëndrit Llapin, i cili bombardon për treshe. Dhe Flejtën e tani rrëbeshi tresheve në Karagach. Kjo është e përsia më e lartë deri tash plus 13. Kramer për mrekulli atje mbi Herdonin, i cili nuk e pengon. Më herët sa bukur atje posa hyri në lojë adhurues të basketbollit. E këte e kanë të ushtruar. Poloshka edhe njëherë me Kramerin. Këto e kanë do të të ushtrume si me marë frym. Poloshka dhe Kelby Kramer të kryendeshjes Gjiros 12 këtu në Karagach mes të Go Plus 5 dhe Sigal Prishtinës për Biroho disi deri në fund. Ai i cili e mbylli mirë koshin dhe fitoi këtë top. Shëndrit Llapi do të... sa bukur mala atje! Çka bëri Musabi? Po i mbyll korridoret. Sa bukur mori, si e vodhi... çfarë aksioni! Ky është aksioni i vjeshtës. E vodhi topin. Një vollan atje, e çoi me pi uja Altin Morinën. Johnson do të rikthehet në lojë. Musabi për Shëndrit Llapin, i cili e çmonton koshin. Sonte Shëndriti po Shëndrit. E kësaj here duke i falenderuar asistimit fantastik e Go Plus 5, të cilin e nisi Flejtën me treshen, ndërsa tani vjen edhe treshja. Gjendet në vendin e duhur Poloshka për Arjan Azemin, i cili e dërgon të vendi. 2 treshe tani. Për herë të dytë nuk realizon, por për mrekulli është atje Krameri, i cili e shpëton këte me kërcim në sulm. E dëbon të Azemi, i cili asiston dhe koshin Bailey e çmonton. E dal Adrio Bailey, dueli lojtarëve me numër 0. Edhe Llapi e huqi, Adrio Bailey coast to coast atje, mbrojtje e mire Adrio Baileyt. Tentim për 3 pik, drejt dhe të vendi. Në vend të ti, u inkuadrua Arti Hajdari, Kramer edhe njëherë kësa radhe, Burns asiston, dhe Kramer koshin e çmonton për mrekulli. Herndon u dasht me tentim për 3 pik i pas suksesshëm. Azemi vetë të shkurtër dhe Johnson edhe një treshe e ti. Lëvizje bukur mashtruese Artit e shet Dardanin në pozitën e ti, tenton nuk realizon, por Dardani me kërcim në sulm e përmirëson, realizon. Gabon atje dhe shikoni Flejtënin atje se si i gëzohet. Në anën tjetër Jordan Johnson depërton, Arti Hajdari realizon. Allan Herndon shpejt lëviz topi, Visariu për Arjan Azemin, tentim të përgjigjet dhe përgjigjet me treshe. Ka merituar pushimin, 20 minuta lojë të ti për double-double, i përmenda shifrat e ti fenomenale. Dhe njëherë në stil të Michael Jordanit atje. Vazhdon seria e huqjeve të ti si në stërvitje, 5-0 për treshe nga Visariu. Në anën tjetër
Edhe një herë Fleitan. Edhe një herë Onri se për mrekulli e vjedh këtë top në anën tjetër nga prapa për mrekulli. Arti Hajdari. Kërka nuk është Sigal Prishtina sonte. Kramer e ngulit atje për ta zbut pak, po në -28. Edhe 6 sekonda Musabi për Edwardsin, i cili tenton dhe në sekundën e fundit realizon pas kërcimit në mbrojtje kundër sulmet të shpejta. Dion Haxhosaj depërton atë. Ufa, çfarë blokade Musab Malës Dionit atje. Tenton dhe realizon Edwards. Disfatave nga Bora dhe Rahoveci. Sonte definitivisht dhe lirish mund të themi se ju kthye Adam Berisha pran Dionit depërton për birot atje, për vrim të Gjilpërës, e bën atë që gjithmonë e bën. Depërton deri në fund, po kujt mja gjuj topin. Lëvizje bukur e Dionit për mrekulli atje, të gjithë i kaloj pra në vis fundore. Lëvizje mashtruese jo, po e vjedh këtë top. Bukur atje nga ana e kundërt, edhe një asistim në qerekun e 4, 67-53 është në Shani Nushi, vllazënimi Rahoveci. Kramer realizon për sëri e zbut rezultate. Nga një distancë madhe, tenton nuk realizon. Fleitan edhe një kërcim i tij. Jordan Johnson realizon. Përgjigjet në anën tjetër në treshe me treshet. Fleitan për mrekulli, asistante Herndoni, dërsa në Prizren bashkimi e pret Golden Eagle Lullin. Një ndeshje bukur atje për mrekulli. Ardiani Bishi, jemi duke shikuar kampionatin më emocionues dhe më të bukur në 20 vitet e fundit. Së shpejti do të jemi me ju me intervistat me dy trenerët.